Ishëm dëshmitar të një drame në Karagacit të Pes, tashmë është koha e intervistave. Fillimisht kam kryetrajnerin e bashkimit, kryetrajnerin Jankovic. Coach, first half seems to be the main issue that bashkimi not to win tonight. Yes, first congratulate Topea for the victory. First halftime from our side was disaster. We was losing by 20 points. We didn't show up. That is the biggest problem. I think it was mentally, because if you in the playoffs for the first 15 minutes make just 2 fouls in the playoffs, when is each ball dead or alive, that means that in the head we was not prepared, that we maybe expected that game will come and we will win just by like that. Pea is really good team, atmosphere was really good, and then second half time we starting to coming back. We lose a lot of energy to come back, and in a decision moment we have 1 or 2 turnovers. Amin Hot scored us 1 backdoor, like in a child basketball mistake, and on the end still we have 2 threes from Layson and 1 from Green to maybe come back in overtime. We didn't make it, and it's hard to when you in the playoffs you need to run from -20 and expect to win it on 1 ball. So hope so that for next game we will start like last game at home, and we will again come here with the leading 2-1. Coach, you said it everything. I won't keep you much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Ishëm edhe me trajnerin Jankovic, po thuaj se ai shpjegoi gjithçka çfarë ngjau te skuadra e tij. E pyeta se ai ishte fajtori, paraqitja ai ishte fajtore pjesa e para apo paraqitja e mirë, jo e mirë e skuadrës së Bashkimit në pjesën e parë. Ai tha që po, ne nuk treguam që ishim të përgatitur mirë mentalisht në pjesën e parë. Ai tha që ne shkaktuan vetëm 2 gabime personale në pjesën e parë. Kjo gjë të thotë në play-offs është një numër shumë i vogël dhe thotë që ne nuk kemi luftuar sidomos për topat e vdekur apo të topat që ne mund të kishim marrë. Ai tha që me një mentalitet të tillë për një skuadër siç ka Pea është e vështirë të luftohet në këtë mënyrë të tillë. Ai edhe lavdëroi mjaft shumë lojtarët e tij në pjesën e dytë, ku tha që luftuan mjaft shumë, shpenzuan shumë energji. Ai potencoi edhe treshet e Green, e Zeqirit. Më pas ai tha që ne arritëm ta marrim edhe përsin në çerekun e katërt, por nuk arritëm ta mbajmë deri në fund dhe paktëm nuk arritëm ta çojmë, tha edhe lojën deri në vazhdim apo në overtime. Për pak çaste pritet ta kem tash edhe trajnerin e skuadrës së Peas, kryetrajnerin Krashovec.